Unë e shoh në Instagram shumë informacion gabushme, e shoh që i qesin reklam produkteve, që thot shembull të rrit flok, ose ti mush flok, këto janë me shkencat nuk përshtaten, ato senet. Veç për me shit kot. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Diçka një shampo ose një mask nuk të rrit flok. Floku naturalisht 1 cm e gjys mujt maksimum që rritet, ma shumë se kaq shansa nuk ka teorike mu rrit. Ka shumë informacion gabushme. Shembull thot me vaj u bo trend që është një vaj kokosa, vaj kamomela, diçka i qes flok edhe mu shohët flok. Kundërtën. Kur nëse i qet një vaj quhet në kimi asetike, në kimi. Lkurën e ki asetik, edhe e ki shambull tip pH 4.5, edhe i qet lkur vaj, ajo t'i shpejton ramin e flokut. Ajo i qet për me mu shumu flok, po kundërtën, vaj nuk bën roj hiq. Pse në këto raste, pse nuk dalin njerëzit profesionistë edhe me bo video ndryshme duke marrë parasysh shembull një reagim t'tillë edhe ti duhesh duke marrë parasysh që ki ndjeksa shumë në Instagram, pse mos me jep një informacion t'tillë? Është pyetje shumë e mirë, është kjo mungesë është faji jonë që se kom publiku, duhet me bon një video, po në Instagram ose në TikTok, njerëz nuk e këqyren shumë minuta një sen me dëgju, nuk kanë nerva. Ki kohë 2 sekonda, mi kallzu veten, edhe nuk t'ke pëlqy t'i grajnë, apo kupton. Edhe që ky me spegu diçka në TikTok ose në Instagram për qysh duhet me mirë bajt flok, menoj që nuk kanë interes me mësu. Për qëto sen kom menu me bo post në YouTube, se në YouTube mundën me dëgju ty një 20-30 minuta, se këto mirë mbajtjen e flokut duhet unë me bo një trajnim në ashta 20 minuta gjysor, se ka shumë senet që i dëmton flok, po është shumë gjatë duna me fol, menoj që nuk kanë nerva me dëgju ty në Instagram. Firmat i shtojnë diçka ekstra që nuk bën, po njerëz njoni me tjetër folen, edhe thot, valla e kom qit vaj rozmarin, edhe mu ka shumu flok. Edhe ajo psikisht këtu ndjej, adin me ndonë që u bo, po kundërtën, vaj nroj me qit dëmton, moj me qit ushqen. Munët me jep lakshti ose me ull pH-in, bjen pH-in e duhur 6.5, 7.5, po nëse e ki nevojshëm, nëse e ki ti pH-in, do me thonë flokën e ki të ndërshëm, ti e qet ndyr hale, kime e flokët depsohet, këputët malet, rami e flokët shpejtohet. Vetëm 2 tip duhet me pas kujdes njerëzit. Flok të ndërshëm, flok thot. Nuk bon me lanë flokën as të ndërshëm, as të thot. Duhet me ditë ti me njoft flokën tonë. E ki rojen të ndërshëm duhet non-stop gjithmonë me pastru, gjithë 2-3 dit. Jo me ujë nxehtë, me ujë ftoft. Duhet me pastru, nuk bon me lanë ndyr në roj. Nëse i lanë të ndyr roj, rami e flokët shpejtohet, kimi e flokët dëpsohet, këputja bohet ma shpejt. E te kundërtën, nëse i lanë flokën thot, e njëjta gjë, sigur me lanë flokë të ndërshëm. Duhet me pas balans, as të ndërshëm, as të thot. Nëse e ki të ndërshëm flok, zgjidja është kjo. I lanë me flokën me ujë ftoft,
edhe i lan me një shampo që nuk e ka zbëc mrena. Edhe nuk ki nevoj me qitë balzam ose vaj në roj, vetëm majet vish pak balzamun është me përdor. Po, nëse e ki flokën thot, atëherë nuk ki nevoj shpesh mi la flok, vetëm kur të ndyrohet roja jote, i lan flok. Edhe non-stop duhet gjithë mas larjes, gjithmonë duhet me përdor maska, vaj ose living spray diçka që me jep lakështi flokën. Nëse nuk e jep lakështi flokën, njët, kime flokët hollohet, këputja bëhet ma shpejt, gjatë krefjes flokët bin kimet edhe këputët, do me thonë flokët. E sa a dohet të pastrohet floku çdo ditë? Ka persona që çdo ditë e pastrojnë? Nuk ka nevoj, është varet qysh ki nevoj ti mi la flok. Nëse bëhet çdo ditë të ndryshëm, floku nuk bëhet çdo ditë të ndryshëm, nuk ka nevoj mi la çdo ditë. Po, në rast që bëhet çdo ditë të ndryshëm është faji jot se i lan me ujin nxehtë, ujin nxehtë qarkullon gjakën në lëkur, edhe janë do vajit, do qelizat vajit në skalp, edhe ato aktivizohen. Kur aktivizohen ata, i qëtë të ndyrë ma shumë. Për që ata bëhet flokët të ndryshëm. Duhet më pastrua me ujtë ftoft, mundësisht. Sa ma shumë e qenë ujtë ftoft, se problem është... Po, mos bukon zetë mjaftushëm. Edhe problemi ma i madhe është të klientat është që i përdoren drejtusën, pjastrën. Pjastër, të lutem me gju krejt burlok, këto pjastër që kanë shpe, krejt. Pjastër nuk bën me përdor. Pjastër i bjen hekurose, Hekuroset, po. Drejtuse, që i bojnë. Nuk bën me përdor as njëherë. Pjastër i dëmton flok, edhe me bo fenerim çdo ditë në sallon ose në shpe. Nuk bën. Nuk bën me bo fenerim çdo ditë, ose 2-3 herë në javë, ose 2 herë në javë, edhe femi dëmton flok. E sa të, do me thonë, extension që bojnë femnat, do me thonë, unë mendoj që edhe në qatë pjesë dëmtohet shumë floku, duke marrë parasysh që janë ato që, do thënë, kapën fuqishëm me flokun tjetër. Tash, në extension, njëjtë sigur që i qetë vajin në lëkur, rozmarinën, i qetë flok,